Në një shtëpis tradicionale në lagjen e vjetër Dunavat, në zemër të Gjirokastrës, qëndistarja Hëna Gega mishëron frymën e një qyteti me histori, tradita dhe elegancë të rrallë. E lindur dhe rritur në këtë lagje, me zgurve, rrugicave dhe kujtimeve, ajo përfaqëson gruan tipike qytetare të përkushtuar ndaj shtëpisë, por me një pasion të veçantë për artin e punimeve me cimb, një teknik delikate që ka zbukuruar prej shekujsh veshje, perde, mbulesa dhe çarçaf në shtëpitë gjirokastrite. Hëna shpreson se interesimi në rritje i turistëve për kulturën dhe artizanatin do t'i jap frytet e veta dhe do t'u jap kuptim dekadave të punës me gjilpër ndërbreza. Unë këtë zanat, cimbin, e kam mësuar që kur kisha në moshën 6 vjeçare. Është një punë e veçantë që duhet ta duash, ta dashurosh, pa ta bësh. Nuk bëhet, sepse është një punë që duhet tërheqë që ta bësh. Nuk është si punët e tjera, për shembull që kam bërë aty me pundore të tjera me qëndisje apo me tantel. Ato mund t'i bëj çdo njeri që mund të futet në atë linjë. Kurse kjo është një gjë shumë e veçantë, duhet ta duash me shpirt që ta mësosh. Bumi i madh që në Greqia kërkonin shumë prodhim të tillë, domethënë bënin këllëfe, centro tabakaje, edhe mua më vinin porosit në shtëpi, unë i bëja, edhe i jashtë, por nuk është punë që vlerësohet, është një punë që do shumë kohë dhe nuk ka shumë lek. E kam pasion, unë këtë e kam jetë. Unë nuk mund të ri, nëse unë jam e shqetësuar apo kam një mërzitje, unë nuk mund të ri pa pundore, unë nuk mund të ri një ditë pa pundore. Edhe do ta vazhdoj se s'bën. Tashmë mjeshtëritë e traditës janë një pikë e fortë për rjetësimin e këtyre vlerave dhe zhvillimin e turizmit.